Zoti Islami, çfarë po ndodh me Edi Ramën se pam shumë të vetmuar në samitin e NATO-s dhe nuk ka pasur atë vëmendje ndryshe nga sa ka ndodhur herët e tjera? Edi Ramën atje e respektuan ashtu si kundër respektohet një qen kur hyn në restorant që i hedhet një krofe dhe nuk ja var njeri. Ky ishte respekti që i bën Edi Ramës atje. As më shumë as më pak. Sikundër e pan shqiptarët, jo vetëm që s'ja vari njeri, po dhe e neveritën, veçanërisht gjesti që bëri kryetari i NATO-s, i cili i tregoi presidentit amerikan këpucët e bardha të Karagjozit të cirkut Edi Rama. Aq neveri kanë njerëzit për të. Po pati miri tjera është që shqiptarët nuk po ngrihen të armenta i heqin zbutri me porc, me zor nga zyra. Dhe ai këtu përfiton, ai duket vetja se është trim. Po janë ngritur, kanë gati mbi një muaj që janë ngritur, po shkojnë në ditën e 40. Kush është ngritur? Pa ta që bëjmë çik analizën e këtyre që janë ngritur, kush janë? Janë të rinj, qytetarë të ndryshëm, të përfaqësojnë. Hallet e tyre, secili përfaqëson një problem të vetin. Kush i drejton? Thuaj. Pra ju mendoni se protesta do duhet të ketë një kokë në mënyrë që të japë patjetër që dhe një të orientojë edhe turmën. Patjetër, pikërisht për atë për të orientuar jo turmën, publikun, ose quaj të orientuar qytetarët në problemet e tyre. Pra, nuk ka, është fakt, drejtimi i protestës, janë spionët e vendosur nga PD dhe PS me bluzat zeza e kini para të mikrofoni, janë ata që komandojnë gjithçka, janë ata që hedhin e parullat, janë ata që përcaktojnë ata se çfarë parull do hidhet, dhe jo çfarë do qytetarit verdhje, janë ata që kanë që përjashtojnë me forcë fizike të tyre, të moshuarit që duan të vend të plasë atje dhe të thonë ato që kanë për të thënë, dhe lejojnë vetëm vajzat reja, çunat reja, të cilët dalën atje dhe i luten Edi Ramës. Jepe dore, se kjo është protesta, por kjo është një turp kombëtano, me këtë na turpuar fare. Na kseneritën fare, na nxorën bojnë ndërkombëtarisht. Ku ka për protestë në botë që thuhet me këngë jep dorëgjë. Ç'është kjo? Po Kastili e bëjnë atë, po DPS janë protesta drejtohet nga Salihu dhe nga Edi Rama i Tadini. Dhe ata ku pasoni gjë të tillë se drejtohet nga Edi Rama dhe Berisha? Unë shikoj kush merr pjesë te protestuesit, se unë i njoh. Kryesisht të PD-s, i njoh. Zoti Islami, të rikthehemi sërish te Edi Rama në samitin e NATO-s që u mbajt në Ankara të Turqisë. Ju si e keni parë tashmë Edi Rama ka marrë goditjen nga vet Erdogani nga njëra anë që deri dje cilësohej një mik i veçantë për Edi Ramën, por edhe nga presidenti amerikan Donald Trump, për cilin Edi Rama thoshte se ai kishte besuar vajzën teksa ajo vizitonte Shqipërinë. Ka thënë Edi Rama që i ka besuar vajzën Trumpi? Zoti Islami, në fjalën e tij në kuvend, kur nuk mori pjesë në samitin e Davosit, ai u shpreh se presidenti Trump i kishte besuar vajzën në vizitën e saj që kishte bërë në Shqipëri dhe prandaj kjo ishte arsyeja që ai nuk mori pjesë në samitin e Davosit për të takuar vetë Trumpin. Këto janë pislëqet që nxjerr nga goja, se ai balt kanë bark dhe balt nxjerr nga goja. Ai është mashtrues klasik, po nuk gënjen dot diplomatët. Ai mund të gënjejë qytetarë shqiptar, jo diplomatët do të ri. Ai me Trumpin i ka mbyllur marrëdhëniet me kohë. Dhe ne presim që presidenti amerikan Trump, ashtu si kundër u distancua nga veprimi i dhëndrit dhe i vajzës së tij në aferën korruptive që i bëri bojnë dhe presidentit amerikan me Zvërnesin dhe me Sadanin, ashtu atë të bëj dhe me Edi Ramën që të mos e pranoj fare, por gjikundi fare, as në Amerikë të mos shkoj.
Pra, ne ky njeri që aktualisht drejton qeverinë shqiptare me forcën e kartonit duhet të qërohet një orë më parë nga pushteti. Por nuk kam një problem tjetër shumë më madhor, shumë më të rëndë se sa Edi Rama. Zotëri, do marrë më rastin që duke ju kërkuar dorëheqja Edi Ramës, e dha dorëheqja. Bukuri. Nuk kushtet e një dorëheqje të thatë, ikën Edi Rama, vjen Taulant Balla. Ikën Taulant Balla, vjen Linda Balluku. Ikën Linda Balluku, vjen Fatmish Xhafa. Pra, kjo është dorëheqja që i kërkohet atij. Dërsa në fakt, ne kemi kërkuar forcat e djathta shqiptare dhe vetarë shqiptar kemi kërkuar dorëheqjen e komplet këtij establishmenti politik. Sepse janë të tërë fajtor dhe bashkëfajtor me Edi Ramën dhe me Sali Berishën që Shqipëria ka ta nisur këtu ku ka ta nisur. Ne problemin sot nuk e kemi me Edi Ramën, zotëri. Problemin e kemi me 140 bastardë që janë futur në parlament dhe majmin Edi Ramën, e rrisin, e fryn dhe bën Edi Rama çfarë do qefi në emër të tyre. Nëse unë u biciri atyre deputetëve, keni parasysh vëllezër, jo vëllezër nuk u them, po as zotëri nuk u them, po keni parasysh ju deputetët, ju bashkëfajtor kriminal me këtë hajdut, ju një pjesë e mirë juaja pjesëtar të Sinaloas meksikane, largoni që të shpëtoj Shqipëria mos e fusi Shqipërinë në vllavrasje, se të dini një gjë. Po që se shpërthen do një dhunë në Shqipëri, fajtori ju nuk është Edi Rama. Se po të dorëzoni kartonat jo më shumë, po 20 vjet nga ju Edi Rama shkon në kosht plerave. Dhe jeni ju që e mbani. Dhe i nati zotëri gazetar i nderuar që të kam bezitur shpesh herë me intervistat e mia ose me ngritjen e tonit, është me këta bandit që kanë uzurpuar karriket e deputetit dhe po mbajnë në këmbë një diktaturë ultraenveriste. Me këta është problemi. Po në këtë rast, a ka rënë Edi Rama në sytet ndërkombëtarëve, sepse në samitin e NATO-s e pam që të ishte ulur një moment kreti vetëm dhe askush nuk e përfillte. Zotëri, një figurë është sa 1000 leksione. Sa 1000 leksione. Pozicionin e tij, vlerën e tij, autoritetin e tij përpara udhëheqësve të tjerë të NATO-s, ne pam që kur ai se ka i Marko Rutte, se ka ky Marko Rutte, sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantikut Veriut. Sekretari përgjithshëm i Atlantikut Veriut i tregoi presidentit amerikan këpucët e bardha, atletet e bardha të Karagjorsit shqiptar, aty mbaroi, ai ishte prezantimi për diplomatët dhe për njerëzit që kanë trun kokë dhe sy në ballë dhe shikojnë se çfarë ndodh. Ai e denoncoi dhe i tha urdhë me çfarë charlatani ka ardhur, por nuk është vetëm ajo. Ky iku në Turqi me fort bezor, iku në bezor në Turqi, duke anashkaluar, duke bllokuar presidentin e Republikës, madje nuk i lejoi as aeroplan që të hitë në aeroplan, vetëm se do që të duket vej vetë gjithandej si Zagari për Kocka. Atë bën ai zotëri. Dhe skandalin që bëri me Erdogani dhe me ambasadën turke në Tiranë, duke kundërshtuar me forcë që o do shkonte ai atje o s'ka, sa ai nuk ishte kryetar delegacioni. Kryetar delegacioni në ftesën e NATO-s ishte presidenti i Republikës. Ky asnjë kryetar nuk që në ftesë, po ishte një antar. Pra, zotëri, ky është rrezik kombëtar, po nuk është ky, prapë po e them, janë ata palashe që e mbajnë në karike, ata palashe që vinë me Tuareg, me këto bencat, me këto gjipat e mdhenj, super të shtërënjt, dhe që qytetarët i qëllojnë me vezë, dhe shkojnë e futen vrimave në parlament se nuk kam të dalin shqiptarëve përballë. Kam parasysh dhe një fjalë që do ta denoncoj atij zotërisë, që ishte drejtori i arshivës, deputet i Partisë Socialiste, që tha,
Partia Socialiste ju shtyp. Dëgjot ideal. Je Delvinjot dhe jem, mos gaboj jena ante mia, na Kapaleli diku aty. A i tha në kuptimin politik. Leri ato pa kuptimi politik, nuk ka nevojë të thotë ai do zgjer tanket, jo, se s'ka tanke, dhe do t'i nxjerr, po. Fakti është që ata Partia Socialiste po e shtyp popullin shqiptar. Po mos u nxitojnë ato deklarata mondiale, se idealeria akoma s'ke mësuar akoma si bëhet politika, as diplomacia jo. Nuk je në kuvend rrugë aty që të dalësh tregosh forcën. Je një përfaqësues i një partie politike që supozohet se je zgjedhur me vota. Dhe që ta dish ti mua më bërë thirrje edhe të përkrah ty në kohën e fushatës, po unë duke qenë se jam opozitar me ju nuk mora pjesë në këtë punë, por po ta them, thirrje mendjes se e ke hejpur kali së prapë i themi në angolëm. Po të them prapë thirrje mendjes dhe tërhiqja atë deklaratë që ke bërë, sepse është prezantuese e plot e politikës së komunistëve shqiptarë. Është prezantim i plot se çfarë jeni ju komunistët shqiptarë. Prandaj ke kujdes me ato deklarata dhe bën të pamundur që të ikni bashkë me këtë sharlatanin, të ikni me paqe, të ikni urtë e butë, pa probleme dhe të hapini rrugën zhvillimit demokratik. Se deri tani jeni bërë paterisë Sali Berishës për të ndjenjur Sali Berisha në pushtet.